Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Izraeli nga ana tjetër kanë disa synime në drejtim të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përpara se të fillonin bisedimet e fundit me Iranin, kishin 4 kushte kryesore. E para, që Irani duhet heqë dorë nga prodhimi i armëve bërthamore, pra të mos bëhet fuqi bërthamore, një shtet që ka armë bërthamore. Së dyti duhet të të kufizojë në maksimum, të kufizojë në maksimum raketat balistike, kryesisht me rrezet djathet mes me veprimi. Së treti duhet heqë dorë nga çdo lloj investimi që bën në të gjithë ato proxyt që veprojnë në rajon, që krijojnë situata destabilizuese, që konsiderohen si 3 hët, që janë Hamasi, Hezbollahu dhe Huthut në Yemen. Natyrisht ka dhe grupe tjera, po janë zgjatime të tyre edhe në Siri gjithashtu. Dhe katërta, që natyrisht duhet përmbahet, madje edhe t'jap llogari për shtypjen me dhunë që u bëri protestave të 2 muajve të fundit, protestave të përgjakshme në Iran. Pra të demokratizoj Iranin? Po. Tashti, me sa shifet, këto 4 kushte, që natyrisht Irani nuk I pranoi fillimisht, dhe prandaj filluan të zhvilloheshin dhe bisedimet, ku Irani kërkonte të përqendrohej vetëm tek armatimi bërthamor, duke thënë se pasurimi I uraniumit nuk bëhet për armë bërthamore, por bëhet për qëllime shkencore, për qëllime ekonomike, për qëllime sociale të zhvillimit, kështu që pretendonte që nuk ka plane për krijimin e armëve bërthamore, që normalisht praktika ka vërtetuar që kjo ka qenë ose mbetet një teori mashtruese nga ana e Iranit, sepse ata po esin me shpejtësi në prodhimin e armës bërthamore, dhe prodhimi I armës bërthamore në radh parë përgatitej për të goditur të gjithë kundërshtarët e Iranit në rrafshin politik, edhe veçanërisht të regjimit të ajatollave, se nuk duhet të konfondojmë Iranin si popull, Iranin si vend, me regjimin aktual që është në Iran, që është rreth gjysmë shekulli, që ushtron qeverisjen e vet, dhe natyrisht armiqt kryesorë të Iranit ishin 2. Ishte Izraeli që ishte aty afër, ishin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse me tjerët Irani lëvizte. Duhet pasur parasysh se Irani është një vend me një kulturë të lashtë, me një ta themi psikozhvillim të njerëzve të përparuar, natyrisht ka resurse të mëdha brenda vendit, kryesisht resurse energjetike, por nga ana tjetër ka qenë një nga vendet më të zhvilluar, pra Persia, në periudhën e antikitetit edhe të periudhës së mëvonshme, ka qenë një nga vendet më zhvilluar të gjithë atij rajoni. Natyrisht që ndikon edhe fakti që është një vend I madh. Gati 100 milion banor? Po, afërsisht 100 milion banor, kështu që nuk ishte një kafshat e lehtë për të kapërdir. Ndaj dhe në këtë aspekt Irani kërkonte të vendoste dominimin e vet në rajonin e Lindjes Mesme. Por Izraeli, duke pasur mbështetjen e botës perëndimore në përgjithësi, por Shtetet e Bashkuara në veçanti, si partner strategjik, natyrisht ishte një oponent I fortë I Iranit, madje si thuash edhe ai vend nëpërmjet shërbimeve sekrete veçanërisht, por edhe nëpërmjet komunikimeve të llojeve të ndryshme, që alertonte botën perëndimore për ecurinë e programeve bërthamore të Iranit për krijimin e një armë bërthamore. Ndaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me Izraelin përsëri në qershor të vitit kaluar, ndërmorën edhe sulmin goditës madhor kundër impjantit që prodhonte armë bërthamore në Iran. Por, ka një por këtu, përshtypja është që ata nuk kanë, natyrisht impjantin e kanë goditur, por ama nuk e kanë shkatruar, si thush, bazën logjistike të prodhimit të armës bërthamore nga ana e Iranit, sepse thuhet që Irani e kishte zhvendosur lëndën e parë, të gjithë ato proceset dhe enët ku mbahet uraniumi e gjitha më radhë, kishte zhvendosur në një bazë tjetër, kështu që impjanti është goditur dhe është shkatruar, por ama nuk është shkatruar baza që krijon armën bërthamore.
Ndaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani ka armë bërthamore? Irani nuk ka aktualisht armë bërthamore, por është shumë afër prodhimit të armës bërthamore. Shumë afër. Çfarë do të thotë për ata që na ndjekin? Shumë afër. T'ja u bëjmë të qartë. Shumë afër që të prodhohet një armë bërthamore duhet që uraniumi të pasurohet mbi 80% e lartë. Po? Irani është në kuotat e 1/60% që e ka të pasuruar, çka do të thotë që për një periudhë shkurtër, nëse lihet Irani të eci në këtë rrugë, atëherë ai prodhon armën bërthamore. Dhe aq që sa të prodhoi pjesën e parë, pastaj në mënyrë zinxhir, sepse krijohet procesi teknologjik edhe vazhdon procesi i krijimit të armës bërthamore. Kështu që Irani, duke qenë një vend destabilizues për rajonin gjatë regjimit të ajatollave, ashtu, natyrisht me fakte të vërtetuara, veçanërisht për destabilizim në Liban, në Siri, në Yemen, në Arabi Saudite gjithashtu, Izraelin po se po, Irak po, në Irak po se po, pra në të gjithë këtë rajon, kështu që fuqizimi me një armë bërthamore të Iranit e bën atë shumë të rrezikshme. Aq më tepër që Irani bashkëpunon edhe me vende të cilat janë kundërshtar qoftë të fshehur ose të hapur të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, një nga këto vende mund të jetë edhe Federata Ruse, që natyrisht ka programin e saj dhe ajo, po Irani që e ka furnizuar gjatë luftës në Ukrainë me municione, me dronet që dihen, dhe me armatimet të tjera e kështu me radhë, kështu që Irani ishte gjithmonë më i rrezikshëm nëse do të kishte. Këto ishin katër kushtet. Kjo është e para që përmendon. E dyta, raketat balistike. Raketat balistike që prodhon Irani dhe kontingjentet që ka, natyrisht i ka dhe të përparuara, por jo në ta themi me teknologjitë më moderne, siç e kanë vendet e tjera me ushtri zhvilluar, siç e ka dhe Izraeli për shembull. Ato natyrisht kanë qenë të synuara në drejtim të Izraelit. Dhe çdo vendi tjetër që i binte ndesh politika vetveta, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që dhe synimi tjetër për të reduktuar në maksimum raketat balistike të Iranit ka qenë që ato të mos bëheshin rrezik për sigurinë dhe paqen të Izraelit, të rajonit, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E treta ka qenë që Irani të heqë dorë nga kontributi, ndihma e këtyre proksive të veta në vende të ndryshme rreth e përqark, sepse këto gjithmonë shkaktonin problematika. Edhe kanë krijuar, dihet që Hezbollahu është pjesë e qeverisë Libanit.